Po pyetja ime është e thjeshtë. Dua të di kush marr ky model, pra nëse ka ndonjë vend që e ka si model, dhe së dyti me çfarë eksperience të suksesshme lidhet në Shqipëri. Pra, a është i suksesshëm sipas qeverisë porti i Vlorës që u kthye në një port real estate? Është i suksesshëm sipas qeverisë modeli i portit të Limanit që është sot në SPAK? A është i suksesshëm porti i Durrësit që dhe ai është kthyer në real estate? Apo janë të suksesshme koncesionet e rrugëve, ku 1.3 miliard euro kushtoi Thuman Kashar dhe qytetarët paguajnë 2.8 euro për të kaluar 20 kilometra, apo paguajnë 660 lekë për të kaluar rrugën e Kombit, apo te koncesioni i incineratorëve që u harxhuan 400 milion euro dhe nuk punon asnjëri prej tyre. Pra ku e ka suksesin? Te aeroporti i Tiranës që është monopol, te suksesi i aeroportit të Vlorës që s'ka ndërmend të mbarojë, apo të ai kuksit që dhe ai s'ka ndërmend të hapet, apo tek koncesionet e shëndetësisë, tek check-upi, tek sterilizimi, që janë të gjithë në SPAK. Pra dua të di kush është koncesioni i suksesshëm i kësaj qeverie që merret si model në këtë projekt ligj që portet turistike, formë koncesioni kjo, të jepen nga kryeministri pagar, pa ditur se kush është, tamam siç po ndodh me triportin e Vlorës, ku e merr magazinieri i një oligarku. E merr ai triportin.